Dje morëm një lajm shumë të mirë që gjykata e apelit, pra gjykata e apeli, vendimi formës preje, I ka njohur një prej familjeve pronën këtu. Dhe që në këtë moment duhet kishte një reflektim nga institucionet mbi këtë vendim gjykate. Pra minimalisht këtu duhet ndalonin punimet. Duhet ndalonin punimet se ka një vendim gjykate. Po ashtu edhe policia e shtetit duhet të sillesh ndryshe me ju. Dhe kjo nuk po ndodh dhe ne jemi të shqetësuar për çka po ndodh në Rio. Protesta juaj është e drejtë në faktin e kthyer në një burim frymëzimi për gjithë Shqipërinë. Duhet të vazhdoni protestën, jeni të drejtën tuaj. Deri tani drejtësia ka folur për të drejtën tuaj. Ne do bëjmë maksimumin ta ngremë zërin sërish në parlament. Të nxisim çdo institucion dhe për mua, me thënë të drejtën, unë u preka shumë kur pash klerikët e kishës që erdhën krahun tuaj dhe bët atë marshimin e kryqit. Dhe që klerikët folën në mbështetje të banorëve duke thënë që nuk mund të përzehen banorë 300 vjeçar këtu. Dhe është tragjike që kur priftërinë klerikët dalin në mbështetje të banorëve, institucionet I braktisin. Nuk mund ndodhi kjo. Kam dhe një thirrje për policinë e shtetit, nuk e di nëse kanë një drejtues të lartë policie këtu. Po besoj mund ta informojnë edhe oficerët e tjerë. Respektoni protestën e këtyre banorëve. Duhet ta respektoni. Protesta është e shenjtë. Kam parë që keni marrë nëna me fëmijë, keni shoqëruar në komisariat. Kjo është shkelje e rëndë. Informoni dhe drejtuesit tuaj që kjo që po bëhet këtu është një shkelje e rëndë e lirive të drejtave të njeriut. Unë e di që ju bëni punën tuaj sepse kështu jeni urdhëruar, por protesta është e shenjtë kudo. Dhe ju e dini shumë mirë që këta banorë këtu janë pronar, nuk janë të ardhur.